Shqipëria shqiptarëve, bek të tradhtarëve. Ne shpresojmë që të jemi çdo ditë më shumë, se interesi është i përbashkët edhe qëllimi është të ndihmojmë familjet tona të mos largohen më nga ky vend dhe të parandalojnë shpopullimin dhe shfarosin që po na bëjnë me metodologji shkencore në këtë rast. Këto që po ndodhin nuk janë rastësore, por ka doktrina ushtarake të mirë përcaktuara që si shkatërrohet një vend nga brenda. Edhe të gjithë klasa politike që ne kemi që për 1991-shit janë në shërbim të agjenturave të huaja dhe kanë një qëllim të vetëm. Shfarosin e vendit ton edhe ne të ngelemi pa dhënë. Sërish sot në qytetin e Lushnjës, siç e shikoni, qytetarë të cilët janë thirrur nga rrjetet sociale, janë bashkangjitur, shumë kanë lëvizur, normalisht që Lushnja nuk është mësuar me një protestë qytetare, të cilat vijnë jo nga partitë politike, por buron nga ata që e duan Lushnjën. Unë kam marrë me një parrull shumë të thjeshtë sot. Unë e dua Lushnjën, po pa korrupsion. Faleminderit. Pa problem, keni ardhur në protestë bashkë me djemtë? Po, bashkë me fëmijët. Kjo është një protestë sensibilizuese për fëmijët, duhet të jenë të gjithë, domethënë të mirë pritur, pasi kjo nuk bëhet më nuk është një protestë që u referohet moshave tona. Kjo është një protestë e cila u referohet moshave të reja, moshave të vogla, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Kjo është e gjitha. Yes.